S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Gëzuar Pashkën është ringjallja e Zotit ton, Jezu Krishtit, edhe ai tha vet kujtoni vdekjen dhe ringjalljen time. Kështu që e di çfarë do bëjmë? Do themi atë urimin tipik të Pashkës 3 herë. Unë e themi pari, pjesën Krishti u ngjall, të gjithë bashku në një kor ju do thoni vërtet u ngjall 3 herë. A e themi? Krishti u ngjall. E çik më fort. Krishti u ngjall. Edhe herë të fundit më fort. Krishti u ngjall. Amen. Amen. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Shkrimi e thot, njerëzit e pan më shumë se 40 ditë pas ringjalljes së tij, ai u shfaq, e pa Maria Magdalena, e pa Pietri, e pa Thoma dyshuesi, e pa ndishepujt, e pa 2 burrat që po ecnin rrugës për Emaus, te Korintasve thuhet më shumë se 500 njerëz e pan. Kështu që dua të përshëndes edhe ato që na ndjekin online, po shikoja në YouTube sa shumë për na ndiqnin, kështu që gëzuar Pashkën kudo që ti jesh, nëpër Shqipëri, nëpër botë. Zoti ju bekoftë edhe uroj shumë që do marrësh një mesazh kështu që shkon fiks me situatën ku je. Shiko çat veçanta është ka Pashka. E para, vërteton se kush ishte Jezusi. E di pse? Sepse shumë njerëz përgjatë gjithë historisë kanë bërë ca deklarata të mëdha. Kanë thënë unë jam profeti, unë jam Zot, unë jam i dërguar, unë jam kështu, unë jam ashtu. Përgjatë gjithë historisë do jesh lloj njerëzish që kanë bërë deklarata të tilla, por të gjithë kanë vdekur edhe u dihet varri. Ama Krishti duke u ringjallur, e di çfarë provoi? Provoi që ai ishte ashtu siç tha se ishte. Ai ishte. Edhe tjetra, kur ai mundi vdekjen, tregoi që ka jetë pas vdekjes. Vdekja nuk është fundi, sepse shumë e pan Jezusin të ringjallur. Edhe tjetra që dua të theksoj sot është që Jezusi na la një model për jetën tonë. Se si të merremi me gjërat tona, si të merremi me jetën e përditshme. E di çfarë do shohim e premte e shtunë e diel. E premte Jezusi vdiq. Të shtunën ishte ditë konfuzioni, e diela ishte ditë feste. E do shohim si lidhen këto 3 momente me jetën tonë. Sepse 1 Pietri thot kështu. Kush e di këtë vargun? 1 Pietri thot kështu. Krishti vuajti për ne, duke na lënë një shembull që të ecni pas gjurmës së tij. Shiko, modeli i jetës së tij, shembulli i tij na ndihmon neve si të përballemi me jetën. Por si mund thyet më nga ana praktike, le të shohim sot bashkë këto 3 momente: vdekja, varrimi dhe ringjallja. Çfarë lidhje ka me jetën tonë? E premtja ishte ditë humbje, ditë vuajtje, ditë lëngimi. E shtuna ishte ditë hutimi, ditë trazie, ditë dyshimi. E diela ishte ditë gëzimi, ditë fitore, ditë feste. Edhe ka gjasa që secili prej nesh mund ta gjej veten në një nga këto 3 ditë. Dikush mund të jetë te premtja. Ashtu po kalon ca sfida, edhe pyetja del, ore ç'a të bëj në ditën e premte, në ditët e dhimbjes, në ditë si ajo që kaloi Jezusi në të premten. Edhe dyta është, si të kaloj ditët e dyshimit, kur s'di ç'a të bëj, kur jam konfuz. Edhe treta është, si të shkoj te dita e gëzimit dhe te festës, siç është e diela. Duke sikur jeta jonë është si ditët e Pashkës. Jeta jonë ka dhe të premte, disa herë ka dhe të shtuna, disa herë ka dhe diela. Hajde shkojmë te e premtja. E premtja ishte ditë dhimbje. Ishte ditë dhimbje. Edhe është momenti Krishti vuajti aq shumë që në mëngjes herët edhe pësoj dhimbje në maksimum, u ra, u godit, u përshty, u çpua, gjitha kurora me gjemba, heshtan në edhe shumë, edhe plus kësaj, ishte fakti që ishte gjithë natën pa gjumë, edhe i lodhur, por çash gjithë natën pa gjumë, para gjithë asaj që vuajti, pastaj detyruan të mbante kryqin e vet në përkodër, edhe ta i kryq e gozhduan. Nuk di se si ta përshkruaj se sa e madhe ka qenë dhimbja, edhe fjalët janë të pakta. Shiko, ajo nuk është vetëm vdekje torturuese. Unë mendoj që
ishte edhe vdekje turpëruse, poshtëruse. Si do ndjesh e ti? Imagjino për një moment. Si do ndjesh e ti? Nëse do të merrin ty, do të zhvishnin, do të rinin me kamzhik, mes sheshit Skënderbej, edhe ai moment do ishte live në TikTok. Ose Instagram, ose YouTube. Imagjino, do ishte torturuse, po do ishte edhe poshtruese në të njëjtën kohë. Jezusi atë ditë, atë të premte, i ndjeu të gjitha. Ndjeu të gjitha. Ndjeu peshën e dhimbjes, por edhe të tradhtisë. Ndjeu peshën fizike, por edhe shpirtërore. A i vdiq për fajet e çdo personi, sepse atë të premte, qa nuk ra mbi Krishtin? Nuk ra vetëm, a i nuk pagoj vetëm për fajet, pagoj për mëkatet, pagoj për fajet, mori smundjet, mori mallkimet, mori gjithë të zezat. Ra mbi Krishtin ato 3 orë, nga ora 9 deri në orën 12. Edhe aq e rënd isha ai moment, sa që shkrimi thot, edhe ati i ktheu shpinën. A ka gjë më të rënd, kjo se kur e rëndon më shumë. Edhe ati i ktheu shpinën, edhe Jezusi e ndjeu totalisht barën nga ngarkesën e asaj gjëje. Totalisht. Madja i tha, edhe thirri, atë, pse më ke braktisur? Ishte aty dhe ndjeur dhimbjen, edhe pagoi çdo gjë që duhet paguar për që ti dhe unë të kemi shansin, të kemi mundësinë të drejtësohemi para Perëndis. Natën e fundit, le të shkojmë pagës më para, natën e fundit jetës, të ejten duke shku drejt së premtes, Jezusi shkoi me dishepujt tek mali i Ullive. Shkoi me shokët e tij të ngushtë. Edhe duke shku te mali i Ullive, te vendi i tyre i preferuar, ju tha çunave, ju tha shokëve, rrini zgjuar. Pse? Sepse shpirti është gati, për mishësh i dobët, rrini në lutje me mua. Edhe ai u lut në kopshin e Getsemanis, edhe di çfarë lutje është, po e interpretoj lutjen. Jezusi tha, o atë, a ka në mënyrë tjetër përveç kryqit? A ka në mënyrë tjetër përveç vdekjes? Por edhe nëse s'ka, u bë vullnet yt. Dhe Jezusi e vuajti shumë atë gjë. Edhe duke e vuajt për ne, e di çfarë thot shkrimi? Ai na kupton neve kur kalojmë të njëjtat vujtje. Duke kaluar çdo lloj dhimbje, ai na kupton neve. Shihet te Hebrejve çfarë thuhet. Hebrejve thot 4:15 thot kështu. Sepse ne nuk kemi dikë, nuk kemi një kryeprift, nuk kemi dikë mes nesh edhe Perëndis që nuk mund t'i vi keq për dobësitë tona, por kemi një që të nduan në të gjitha, që provoj të gjitha, ashtu si ne, por pa mëkatuar. Një varg tjetër, po të Hebrejve 2:18 thotë kështu, sepse duke qenë se ai vetë hoqi kur u të ndua, mund të vinë në ndihmë kujt? Ty, mua, ne, kur të ndohemi, sepse ai na kupton shumë mirë. Kur ne kalojmë vështirësi, kur kalojmë dhimbje, edhe çfarë do lloj gjëje. Prandaj nxitja ime nëse ti po kalon një të premte, që ka ditë të vështira, apo ke dhimbje, apo ke vështirësi, hajde mësojmë atë që bëri Jezusi, ta bëjmë edhe ne. Edhe e para është, le të bëjmë si bëri Jezusi. Jezusi çfarë bëri atë ditë? E para është, ndoshta kjo do t'ju habisin çik, kur je në ditë të vështirë, rri me ato që do më shumë. Nëse ti po kalon një të premte që është e vështirë, një situatë shumë të vështirë, rri me njerëzit që do shumë. Pse? Sepse natën e fundit, gjëja e fundit që bëri Jezusi para se dikte në qiell, çfarë bëri? Mblodhi shokët e tij. Nuk iku në vetmi në ditë të tilla, mori miqtë e tij dhe ndej me ta. Edhe vetëm ta dish që ke dikë afër që të do, edhe të mirë kupton, ta lehtëson shumë dhimbjen. Edhe së bashku shkuan tek vendi i preferuar, ishin 11, nuk ishin 12, Juda mungonte, ishin 11 aty, edhe ju tha atyre në ditë më të vështirë, miq, kam nevojë për ju. Ata shohim Mateu 26, vargu 36, 38, thotë kështu. Atëherë Jezusi shkoi bashkë me ta dhe u tha dishepujve, uluni këtu, ndërsa unë po shkoj aty të lutem si pagës më tutje, sepse shpirti im është thellësisht i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu, rrini zgjuar bashkë me mua. Jezusi e dinte çfarë priste. Mori afër miq më të mirë, edhe kjo na tregon neve
një gjë që na duhet neve për jetën e përditshme. Shiko, biri i Perëndis kishte nevojë për miq në ditë të vështira. E në ditë të tilla ne bëjmë të kundërtën. Në ditë të tilla, kur kemi dhimbje, kur kemi vështirësi, duam të izolohemi, të tërhiqemi, të rrim vetëm, të largohemi. Ndërkohë, Perëndia nuk do që të bësh një gjë të tillë. Do që ta ndash dhimbje me kë? Me miqtë e tu. Jezusi ishte shumë i sinqert me atë që po kalonte. Imagjino, jeti me Jezusin sot të dielën, jo të dielën. Një ditë jave, akoma s'ka ndodhur ringjallja. Je me Jezusin, po pi një kafe me të, edhe shikon që Jezusi është rënduar, edhe e pyet. Jezus, si je? Më dukesh që ke rënduar. Jezus, ç'a ke? Nëse Jezusi do jepte përgjigjen tipike, ç'a do thonte? Po mirë jam, nuk qahem jo, se kam pa dhe më keq. Ose do thonte, po ashtu jam, po do e kaloj avash avash. Ose do thonte, po ashtu jam me halle si gjithë njerëzit. Në fakt, nuk thuhet kështu. Jezusi ishte shumë i sinqert. Hajde ta lexojmë Mateo 26 vargu 38. Ai tha kështu, shive çik ç'a tha. Shpirti im është thellësisht i trishtuar. Aq i trishtuar jam sa deri në vdekje. Prandaj ju kam xhan, ju du shumë, qëndroni këtu dhe rini zgjuar bashkë me mua. Edhe ti thua Jezus si je? Si jam e vdiqa. Marova, po më plas zemra, nuk kam qenë ndonjëherë kaq i ngarkuar edhe kaq keq sa që jam tashi. Po vdes, pa marrë momenti që vdes. Ju du shumë, më rini afër, lutuni për mua, se ja po kaloj një kohë vështirë. Pyetja personale do ishte, ore, a ke qenë ndonjëherë kaq i sinqert me dikë? Që t'ja thush gjithë çka ka zemra jote. Apo i qesh sikur po kalon ditën më të bukur, ndërkohë është një ditë shumë e vështirë. A ke qenë ndonjëherë i sinqert me dikë kur dikush të ka pyet, si je? A je mirë? Po ashtu mirë jam, po do e kaloj. Nxitja është atë që bëri Krishti. Ndaje atë që ke brenda vetes. Sepse Galatasit 6:1, kush e di Galatasit 6:1? Thot kështu, mbani barrët e njëri tjetrit, mbani ngarkesat, sikletet, sfidat e njëri tjetrit, sepse duke bërë këtë gjë, do të përmbushni ligjin e Krishtit. Kush është ligji i Krishtit? Kush e mamen ligjin e Krishtit? 2 ligje tha Krishti. Duaj Perëndim, duaj tjetrin përsi veten. Duke mbajt barrët e njëri tjetrit, po tregojmë dashuri njëri tjetrit. Pra që i bie, ti dhe unë, ne jemi të urdhëruar nga vetë Perëndia, ti rrim njëri tjetrit në kohë të vështira afër, nuk jemi kriju ti kalojmë vetëm për t'i ndajmë me njëri tjetrin. Prandaj lutja ime është kjo, që kjo kish do të jetë edhe do bëhet më shumë, javë pas jave, si familje me njerëz që e du njëri tjetrin, edhe i besojnë njëri tjetrit sa, ai sa ndan të thellat e zemrës, sepse asnjëri s'do të kaloj ditë të vështira vetëm. Kjo është e para, ndaj me miqtë e ngushtë. Cila është e dyta, nëse ti po kalon një të premte dhe kohë vështirësish, ndaje me Perëndin. E di pse ndaje me Perëndin? Në rastin e Jezusit, shokët e tij zugjumi. Shokët e tij zugjumi, e tash na njëri thotë, po kuptohet o burr se ishte mes i natës. E legjisa kishin hëngur bukë, ke parasysh atë gjumin mas buke? E kuptohet se çfarë po ndodhte. Edhe shiko, shokët janë të rëndësishëm, por nuk mund të jenë aty 24 orë me ty. Po Perëndia mundet. Shokët mund të kuptojnë deri në farpike, po Perëndia e kupton tërësisht. Kështu që në ditë të vështira, mos shko vetëm tek shokët, por shko së pari te Perëndia. Hajde ta lexojmë te Marku 14:35-36 në një vend tjetër, sepse lexuam atëherë në ashkëm te Marku ta lexojmë çfarë tha Jezusi. Po në ky moment, po te kopshi i Getsemanis, dhe si shkoi pak përpara, i la dishepujt, shkoi pak përpara, edhe ra përmbys për tokë dhe lutej, atë, po t'jetë mundur, të largohej prej tij ajo orë. Edhe tha, Aba, atë, çdo gjë për ty është e mundur. Largoje prej meje këtë kup, po jo atë që dua unë, për atë që do ti. Shiko, ra përmbys. Pyetje personale. Ore, a ke rënë ndonjëherë përmbys para Perëndis? Apo lutemi nga divani, Zoti, shef çapo kaloj. A ke rënë ndonjëherë, a ke qenë ndonjëherë dhimbje aq e madhe sa që ke rënë përmbys para Perëndis, edhe ke je lut me pasion siç po lutej Krishti. Edhe si drejtohet Jezusi atit? Aba.
E di që do thot Aba në hebraisht, do thot Oba, babi. Si që drejtohet një fëmijë prindit e tij, kështu ju drejtua Krishti, ju drejtua Atit Perëndi, Oba, o At. Edhe është në momentet të tilla, je sinqert me Perëndin. Mos shko para Perëndis për të thënë fjalë të mëdha. O Ati i qiellit dhe i tokës, ti që bën këtë, ti që bën atë. Ore, thuaj Allah drejt. O At. Ati Perëndi, ky është sikleti im. Edhe kjo quhet ndryshe lutja e dhimbjes për Jezusin. Edhe shiko ç'a bëri Jezusi këtu. Tha ca gjëra shumë të veçanta. Mateu 26:39, e tha këtë. O At, çdo gjë për ty është e mundur, largoje prej meje këtë kup, por ja atë që dua unë, për atë që do ti. Shiko, e di ç'a bëri Jezusi, edhe qoftë ky modeli lutjes tonë, kur kalojmë ditë të premte. Së pari, ai e pranoi. E pranoi çfarë? Që Ati Perëndia është i fuqishëm. Atë unë e di çdo gjë për ty është e mundur. Kur lutesh në ditë të tilla, ti thu, Atë Perëndi, unë e di që ti mund bësh çdo gjë. E dyta, shpreha atë që ndjen. Nëse ke dhimbje, kam dhimbje, vdiqja, amarova, nuk po duroj dot më hangri shpirtin kjo punë, kjo situatë. Nuk është gabim të ankohesh. Davidi u ankohet te psalmet, edhe po të lexosh psalmet, Davidi ankohet shumë shpesh. O Zot, po duroj dot më, armiq më kanë rrethuar, ma zum frymën, më kanë vënë lag këtu, më bën këtë, më bën atë. Edhe Krishti e shprehu atë që kishte brenda vetes. Çka tha Krishti? Nëse është e mundur, ai largon këtë kup prej meje. E kemi modelin. Kështu që thuaj atë që ndjen. Atë nuk po duroj dot më, nuk po maj dot më, shpirti po më dhem apo çdo lloj situate. Por pjesa tretë e modelit lutjes është pranoje vullnetin e Perëndis. Jezusi e pranoi kush ishte Perëndia, e shprehu ndjenjat e tij, ama tha, Atë, nëse është vullneti jot, vazhdo. Edhe Perëndia shikon për te asaj që shikojmë ne. Perëndia pa për te dhimbjes kryqit, na pa ne. Sepse atë që do kalon te Krishti në kryq, do sillte fitoren mbi gjithë botën. Edhe vazhdimi është sa mbaroi lutjen, erdhën ushtarët, e arrestuan, Jezusit i bën 6 gjyqe brenda një nate. O të keqen. Mos na raf puna me shku në për gjyqe. Po të vi radha për të bëjnë gjyqe, marrë punë, kështë di kur bje mas 6 muaj, 6 gjyqe për pak orë, bim. Edhe për ngustin shpejt, ja çdo norme, ja çdo gjë normale, edhe pastaj e rrahin edhe çojnë në kodën e Golgotës, edhe aty e kryqësojnë. Edhe aty Krishti Jezus pagoi për secilin prej nesh, pagoi për mëkatet tona. Edhe para 2 javësh apo 3 javësh se majmen se sa javë më parë, ju dhash gjithë në një karton të tillë që është shqetësimi im. Edhe nxitja ime do ishte sot në fund të festimit, aty kemi vendosur një kryq, edhe ka kartona të tillë. Unë do nxisja çfarë janë 3 gjëra që ngarkojnë zemrën tënde këtë Pashkë, këto kohë. Qa janë 3 gjëra që ti do i lije para kryqit e thoj Jezus, cila është ngarkesa jote? Jezus, ngarkesa ime është puna, apo shkolla, apo lidhja, apo fëmijët, apo shëndetja, apo financa, qa do lloj gjëje? Shkruaj ke lapsa, aty si lapsa edhe kartona të tillë, shkruaj 3 fjalë, edhe lërit e kryqi, edhe merr një karton, aty kartonet e tjera janë me premtime, janë me vargje nga shkrimi. Shi do nxisja në fund, bëje këtë gjë për t'i lënë barrat aty, për t'i lënë sikletet aty, sfidat aty. Pse? Sepse pranoj vdin kryq. Sepse se ja dilim dot. Se po t'ja dilnim dot, pse do i duhe e ti të kalonte gjithë atë që kaloi? Për shkakun ton. Vdish në kryq. U varros edhe vjen e shtuna. Qa kuptimi ka shtuna për ne dhe shtuna është ditë konfuzioni, është ditë paqartësie, edhe pyetja është, ore si do jenë ndjerë dishepujt, ndjekësit e tij atë shtunë? Ato e dinin se Jezusi mund të spriste nga kryqi, sepse e kishin parë që ringjalli, që shëroi, që bëri këtë, që bëri, e pan duke ecë në ujë, e pan duke bën mrekulli pas mrekullie. Pse nuk zbriti? Ose ishin gozhë qeliku, nështë ishte plus gozhë dhe ishte lidhë me tela, pse nuk zbriti, ato e këshim parë, a i mund të bonte. Max Lucado, një pastor, ka thonë kështu, nuk e mbajtën gozhdët
Jezusin në kryq. Por ishte dashuria e tij për ty. Ajo ishte. Ai erdhi për një qëllim. Erdhi për pagu mëkatin e botës, mëkatin tënd, mëkatin tim. Se shiko, Jezusi nuk ishte martir që e vran të tjerët, i zum pusi të rruga Myslimshyrit, të bloku edhe me vran. Jezusi nuk ishte as dëshmor që e vran pushtuesët italian apo romakët në këtë kohë. Jo, ajo dorëzua, e la veten në duart e romakëve. Izraelitët e pristin u zhgënjyën dhe hutuan sepse pristin që ai do të çlironte nga romakët. Edhe e pristin nga moment, por ky vdiq. Jo vetëm që vdiq, ky nuk kundërshtoi fare, ky as nuk e hapi gojen. Po tashi, mirë ky vdiq, po ne çfarë do bëjmë? Edhe është moment trishtimi, është moment hutimi, është moment çorientimi dhe se di çfarë do bëjmë. Sepse ishim lidhur shpresa çdo gjë lidhe me këtë. Edhe ky nuk është më. Krishti s'është më. Edhe për ne ana praktike do ishte është ai momenti kur ti thu sikur të kisha bë këtë. Sikur mos kisha bërë atë. Ndoshta dishepujt do ke mendu, sikur mos ta linim Judën, të shkonte ta tradhtonte Jezusin te farisejt, se ndoshta do ishte akoma gjallë. Ose Pietri mund të ketë thënë, sikur mos i kisha thënë ato fjalët që thash, edhe që e mohova Krishtin, edhe në kohë të tilla dëshpërimi dhe udhimi, di çfarë bëjmë? Dënojmë veten dhe themi, sikur mos ta kisha bërë, sikur mos ta kisha thënë, sikur ta kisha majt mbyll këtë, sikur të kisha bërë këtë apo atë. E di si duket shtuna? E shtuna duket si telefoni bllokum. Ke parasysh kur ngjet sa një herë telefoni, e duket vetëm ekrani zi, edhe ti se di, është nez apo është fik? Se di është nez apo është fik, edhe kjo është momenti që ngjamet shtunën. Dishepujt ishin të hutum, mirë vran këtë, mos ta ndjekin dhe na vrasin dhe ne, sepse na kam pa që kemi qenë me Jezusin. Ne vetë, herë pas here, kalojmë ditë të tilla si e shtuna, ditë kur hutohemi, ditë kur dështojmë, ditë kur dalim huq, edhe ditë ku humbim, sepse ti e nisen ose atë punën, ose atë shkollën, ose atë lidhjen, edhe çdo gjë duke e bukur. Duke sikur ajo puna, ajo lidhja, ajo martesa, do zite gjithë hallet dhe do ishte parajsa në tokë, për gjërat morën për keq. E ti thu, po tash nga ti maj. Unë isha lidh shpresa çdo gjë të kjo punë snez. Po tash ç'atë bëj. Unë isha lidh shpresa çdo gjë me këtë gjë, po tash ç'atë bëj. Edhe është ky momenti që e pa pik drejtimi, pa pik, siç thuhet te Mateo 26 vargu 31. Jezusi u tha atyre. Jezusi tha atyre, këtë natë të gjithë ju, i paralajmëroi, Jezusi tha para se të note, do të skandalizoheni për shkakun tim, sepse është shkruar, do të godas barion dhe delet e kopes do të shpërndahen. Edhe është momenti që Pietri thotë, jo, gjithë le të bëjnë këtë gjëra, unë nuk do të mohoj. Vargu 56 të shumë, Mateu 26, vargu 56 të shumë. Atëherë të gjithë dishepujt e lanë edhe ikën. Të gjithë ikën, e lanë vetëm. Atë bën një pyetje personale. A ke ikur? A je larguar ti nga Perëndia kur ke qenë në dhimbje edhe në hutim? Po priste të note një gjë, nuk nodhi. Edhe ti ike krejt për inat. Ike krejt nga krau tjetër. Nosha ike nga nuk po e lexoje më shkrimin, nuk po vije më në kish, ndrove shoqëri, edhe ose je lut për diçka dhe ndodhje kundërta dhe ti ike u largove ose u lëndove nga dikush ose ke edhe situata të tilla. A ke ikur ti nga Perëndia për shkak se ke qenë në dhimbje? Nëse po, mirë se e kthy. Mirë se e kthyer, Perëndia të do. Edhe kjo kisha i të first, uroj që do jetë si familje për t'ju shkoha, për t'u kthy në shtëpi, po pyetja personale do ishte mirë, po në ditë dyshimi, ç'atë bëj? E di ç'atë bëjmë ditë dyshimi? Një gjë shumë thelbësore. E di ç'atë do ishte? Kujtoj vetes premtimet e Perëndis. Mos e dysho në errësirë atë që Perëndia ta ka thënë në dritë. Mos e dysho në net të errta.
kur ti nuk e di se ku të shkosh kapu pas premtimeve të Perëndis, edhe kur ti jesh në një ditë si kjo është tuna, kujtoj vetes çfarë ka premtuar Perëndia për mua. Jezusi ju tha dishepujve, ja se çfarë do të ndodhi. Edhe ju tha, natën e fundit të jetës, ju tha se çfarë do të ndodhi, edhe ju tha se çfarë udhëzimesh duhet ndiqnin. Gjoni 16, ha lexojmë disa vargje bashkë. Gjoni 16, fillojmë te vargu 16. Jezusi tha kështu: pas pak nuk do të më shihni më. Dhe përsëri një kohë e shkurtër dhe do të më shihni, sepse unë po shkoj tek Ati. Vargu tjetër, në të vërtet, po ju them, ju do të qani dhe do të mani zi, dhe bota do të gëzohet sa mirë që u trishtuat ju. Ju do të pikëlloheni, por pikëllimi juaj do të kthehet në gëzim. Si, vargu 21, gruaja kur lind ka dhimbje, sepse erdhi ora, por sapo ka lindur fëmijën, nuk kupton më ankthin për gëzimit që lindi një qenie njerëzore në botë. Edhe vargu i fundit 22. Kështu dhe ju tani, jeni në dhimbje, por unë do t'ju shoh përsëri, dhe zemra juaj do të gëzohet, dhe askush nuk do t'ju heq gëzimin. Sa e bukur kjo fundit, askush nuk do t'ju heq juve gëzimin, edhe ju do të kuptoni që kjo ishte pjesë e planit Perëndis, edhe askush nuk do t'ja vjell gëzimin, por nxitja është qartë. Kapu pas premtimeve të Perëndis, sepse askush nuk mund t'ja vjedh juve gëzimin. Edhe disa premtime ka Bibla, 7.000 premtime. 7.000 premtime. Në ditë si e shtuna, kujtoj vetes premtimet e Perëndis. Kështu që pyetja personale do ishte në këtë moment, çfarë premtimi ke harruar këtë kohë? E di kur e harrojmë premtimet e Perëndis, një nga shenjat që tregon që po i harroj premtimet e Perëndis është kur shqetësohem edhe ankohem gjithkohës. Ka gjasa që po harron premtimet e Perëndis. Edhe di pse shqetësohemi ne ndonjëherë. Shoferat do më kuptojnë kur do them këtë gjë. Ne shqetësohemi sepse nuk e dim se çfarë na mulon siguracioni. Ma tregoj që këtë foton makina kolit duket ka boksit. E di që kush e ka blerë siguracionin e makinës, më duket janë 3 baza, 3 lloje siguracionesh. Siguracion bazë, mini kasko, full kasko. Edhe vërteta, jeta jote, jeta ime, e di që siguracioni kemi ne? Full kasko. Ne shqetësohemi kur harrojmë t'i besojmë dhe të shpallim premtimet e Perëndis. Kështu që pyetja personale do doja të, nëse je ti ngre dorën, kush e ka përjetuar këtë gjë? Ngre dorën nëse premtimet e Perëndis të kanë ndihmuar të kalosh një ditë të vështirë. Kë kanë ndihmuar premtimet e Perëndis të 1, 2, 3, 4, shive një çik. Shive sa shumë duar. E vërteta është kur gjon zërat negativ, janë zërat dënues nga i ligu. Ti si askushi, ty s'do njeri, ti e kot, ti e kështu, ti e ashtu. Këto janë akuzime, kurse premtimet e Perëndis e di nga dallohen, janë premtime jete. Janë premtime shprese, janë premtime paqe, sigurie. E nëse po kalon një kohë të vështirë, shumë të vështirë, mos u dorëzo, sepse kjo kohë e tillë, pashka na kujton që le të kapemi pas premtimeve të Perëndis. Edhe për të shtunën do lexoj edhe një varg, që është Isaia 43. Kush e di përmend këtë vargun? Kur do të kalosh përmes ujrave, unë do të jem me ty. Do të kalosh lumejt, nuk do të mbytin. Kur do të ecësh nëpër zjarr, nuk do të digjesh dhe flaka nuk do të konsumoj. Pse? Sepse unë jam Zoti, shpëtimtari yt, Perëndia yt, shpëtimtari yt. Edhe kjo është shumë fantastike. Na duhet shpëtimtari, na duhet fuqia e tij, sepse prandaj erdhi. Nëse mund t'ja dilnim pa të, Perëndia nuk do e merrte mundimin. Pastaj është diela është ditë gëzimi. E diela është akoma para dielli në një të diel si kjo. Gratë shkuan tek varri, por Jezusi nuk ishte aty. Guri ishte lëvizur, ai ishte ringjallur, edhe për 40 ditë ju shfaq dishepujve, ju shfaq Maria Magdalenës, ju shfaq Thoma dyshuesit, ju shfaq shumë njerëzve, më shumë se 500 njerëz e pan. Dishepujt hëngrën mëngjes me të buzë liçenit. Edhe pastaj lajmi që Jezusi vdiq, edhe që u ringjall. Edhe kush beson në të, ka jetë e përjetshme, u përhap
në gjithë Jeruzalemin, në gjithë Juden, në Samari, në Izrael, deri në skajet e botës. Deri në skajet e botës edhe fuqia që ringjalli Krishtin Jezus është dispozicionin tonë. Ja të lexoj një varg tek Gjoni 11, thuhet kështu, Jezusi tha, unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur të duhet të vdes, do të jetoj. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur për jetë. E di çfarë tha Jezusi, jeta vazhdon edhe pas vdekjes. Vdekja nuk është fundi i çdo gjëje. Vdekja është çfarë? Është thjesht një kalim dere për tek jeta e vërtet. Një shoku jon postoi një gjë të bukur para 2 javësh në lidhje me përshkrimin e kësaj, edhe unë dua të ftoj Fabin të na jap një grimc si ta kuptojmë ne jetën e përjetshme. 2 bebet vogla janë në barkun e nënës dhe po bisedojnë. E para pyet të dytën. A mendon se ka jetë mbas lindjes? Jo, përgjigjet bebja e dytë. Nuk ka jetë mbas lindjes. Gjithçka përfundon me lindjen. Ne jemi ngrohtë këtu, po rritemi, po ushqehemi, po deri këtu. Pas lindjes nuk ka më asgjë. Plus që kërthiza nuk është shumë e gjatë që ne mund të largohemi që këtej. Po, ndoshta gjëra do t'jenë ndryshe mbas lindjes, përgjigjet bebja e parë. Ndoshta ne mund të ham edhe të pim me gojë, ndoshta ne mund të ecim me këmbë, të lëvizim. Kjo është një marrëzi, përgjigjet sërish bebja e dytë. Kërthiza nuk është aq e gjatë sa ne të mund të largohemi, të ecim. E vetmja mënyrë shkencore që bebet ushqehen është përmes kërthizës. Po sidoqoftë, kur të lindim, ne do takojmë mamin, përgjigjet bebja e parë. Mamin? Po kush është mami? Po mami është ekzistenca jonë, është kjo që na rrethon. Jo, përgjigjet e dyta. Unë nuk shoh mami. Edhe përderisa nuk shoh një mami, nuk ekziston një mami. Po, por nëse qëndroni qetë edhe në heshtje, mund ta dëgjosh zërin e saj. Unë mundem, edhe e ndjej që mami na rrethon, edhe e di që kur ne të lindim, në çfarëdo lloj rasti, mami do të na marrë në krah. Shumë faleminderit, sa bukur. E kuptojmë shumë thjesht këtë. Së mos gratë, e kuptojnë shumë mirë këtë që. Edhe 2 goca që presin të lindin, imagjino se kur foshja, goca tuaja mos du medalë, jemi rehat këtu, jemi mirë këtu. Edhe është, ajde një shok, e di që me që do të mbyll me një premtim, e ndërkohë pastaj banda do vazhdoj me këngë bukra adhurimi, do të mbyll me një premtim, si thot shkrimi thot, unë lutem edhe dëshiroj që këto gjëra të fillojnë të qartësohen në mendjen e secilit prej jush. Edhe vargu i fundit që të lexosh nga Efesianëve, kapitulli 1, vargu 19 dhe 20, që thot kështu. Kjo është lutja ime, thot Pali kishës në Efes, edhe uroj që tjetë edhe njëta lutje për ne. Lutem që të ndryqoj sytë e mendjes tuaj, që të dini cila shpresa e thirrjes së tij, që të dini cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shejtorët, dhe të dini cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh. Edhe është e njëjta fuqi që Krisht e ringjalli Krishtin nga të vdekurit, është e njëjta fuqi që na vjet neve në dispozicion. Le ta adhurojmë.